E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju lajmet edhe diskutimet më të fundit. Tani do të flasim për një lajm që në fakt ka përfshirë sot Medin Ros. A janë njohur Edi dhe Eliona nga jashtë. Le të shohim se çfarë thot lajmi. Situata mes Eduard Kuçit dhe Eliona Binjakajt ka marrë një tjetër kthes brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, pas një përballje të drejtë për drejtë mes dyshes, e cila erdhi pas disa akuzave dhe deklaratave kontradiktore të bëra publikisht. Të dy banorët janë përpjekur të sqaronin raportin e tyre duke lënë të kuptohet se janë njohur edhe jashtë mureve të shtëpisë dhe se kanë pasur komunikim përmes mesazheve. Megjithatë, versionet e tyre nuk përputhen plotësisht, duke shtuar edhe më shumë dyshime te publiku. Eliona ka mohuar kategorikisht se mes saj dhe Eduardit ka pasur diçka më shumë, duke theksuar se komunikimi i tyre ka qenë minimal. Ajo pranoi se i kishte shkruar atij para hyrjes në Big Brother, por pa dhënë detaje konkrete mbi përmbajtjen apo qëllimin e këtyre mesazheve. Nga ana tjetër, Eduard Kuçi deklaroi se ai kishte shkruar Elionës pasi kishte mësuar se ajo do të ishte pjesë e këtij formatit. Në momentin kur emrat e banorëve nisën që të qarkullonin, sipas tij komunikimi ka qenë i thjeshtë dhe pa ndonjë prapavije në fakt të veçantë. Mes tjerash, Eduardi zbuloi se ata janë takuar edhe fizikisht jashtë shtëpisë, duke treguar se janë parë rastësisht në një kafene në Gjakov, ku sipas tij janë përshëndetur shkurt. Ky detaj hapi një tjetër debat pasi Eliona nuk dha shumë informacion për këtë takim, duke lënë gjithçka në nivel të hamendësimeve. Tani unë nuk e besoj që Eliona dhe Edi do kishin patur diçka apo do kishin patur një lidhje dashurie, sepse po ta kishin patur jam i bindur që forca e medias që është sot dhe TikToku që në fakt nxjerr çdo mesazh do ta bënte publike, mendoj që do të ishin një çift shumë i përshtatshëm, edhe një çift ideal po të ishin bashkë, nga që janë dy pole të kundërta që shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin në këtë aspekt, nga që Edi është pak më nevrik, pak më me unin e madh, ndërsa Eliona është më e butë dhe besoj që do të ishin shumë interesant në një marrëdhënie, por unë mendoj që Eliona dhe Edi kanë patur të kurreshtin e madh dhe për të biseduar rreth Big Brotherit ose edhe për të dakorduar që të bëjnë koalicione, le të themi loje që nga jashtë për të luajtur lojën brenda shtëpisë, sepse natën e mbrëmshme u ndanë edhe dy polet brenda në shtëpi ku Ludo mori një vëmendje shumë interesante. Domethënë unë e shoh që nuk ka këtu një emocion dashurie, se po të kishte do t'rregoj edhe pse Eliona në fakt nga momenti që Dolçe u largua nga shtëpia, filloi që të qëndron me Edin, ju afrua Edit, mundoshte që ta ndajnë lojën së bashku, domethënë nuk është se nuk kishte interes për ta njohur Edin, nuk është se nuk kishte interes për të qëndruar me të, por gjithsesi domethënë është një lojë shumë interesante që mua në fakt më jep një lloj energjie të bukur për ta ndjek, por që ka këtu në këtë mes diçka sekrete që ka ndodhur jashtë, nuk më duket e tillë, sepse Edi në fakt edhe nuk tenton që t'i afrohet Elionës, nuk është se ka bërë ndonjë tentativë, Edi më shumë herët me Bian, me Dolçen, por besoj që do të ishte një zgjedhje shumë e bukur. Mendoj që ka qenë një afrimitet i përkohshëm, le ta themi, një orë, 2 orë që kanë dalë në qytet, kanë biseduar për interesin e tyre të Big Brotherit dhe nëse ka vërtet mesazhe, dukesha lutur menaxhmentin e Edit le t'i nxjerrin, që edhe publiku në fakt të qartësohet se çfarë është shkruar aty.